Me 28 korrik shënohet 114 vjetori i ngritjes së flamurit shqiptar te Guri i Kamjes, një ngjarje me rëndësi për historinë e Gorës. Disa muaj para pavarësisë, luftëtar nga Gora, Mokra dhe Opari u bashkuan për të çliruar zonën nga pushtimi osman. Në drejtimin e Kajo Babienit, së bashku me Shahin Matrakun dhe drejtues të tjerë, rreth 800 luftëtarë u mblodhën tek Lisi i Gorarëve dhe nisën çlirimin e Pogradecit. Pas fitores, Kajo Babieni ngriti flamurin shqiptar te Guri i Kamjes, duke e kthyer atë në simbol të lirisë. Kapedanët e kësaj krajine, me në krye kapedan Kajo Babienin, Shahin Matrakun, e shumë kapedanët të tjerë nga të gjithë trevat e Gorës, mblodhë 800 luftëtarë dhe me 28 korrik 1912, rreth 1 kilometër më poshtë është një vend që i thomin e Lisi Gorarëve. U mblodhën në ky Lisi Gorarëve, u rrethua Pogradeci që ta çlironin nga Xhon Turqit. Kapedani i Gorës, Kajo Babieni, mbasi edhe çliroi Gorën, ngrit në flamurin këtu në Gurin e Kamjes, ndaj ne e quajmë festa e ngritjes të flamurit për krajinën e Gorës edhe për Pogradecin, çlirimi nga Xhon Turqit. Kajo Babieni ishte një nga figurat kryesore të lëvizjes kombëtare në Pogradec. Bashkëpunimi me patriotë si Çerçistopulli dhe Mihal Grameno e bëri një nga udhëheqësit më të rëndësishëm të luftës për pavarësi. Kajo Babieni është një nga personazhet më interesant të fundit të shekullit të 19, fillimit të shekullit të 20, në gjithë zonën e Pogradecit. Ai mund të themi që është emblema e gjithë lëvizjes anti-osmane në këtë periudhë, në këtë territor, që në moshë të re ishte pjesë e lëvizjes patriotike, por veprimtaria e tij ka marrë hovë sidomos në fillimin e shekullit të 20, veçanërisht pas takimeve të vazhdueshme që ai kishte dhe bashkëpunimeve me patriotë të tjerë të njohur si Çerçistopulli, Mihal Grameno, edhe për shkak se kishte edhe shumë kredo, si të thuash, në zonë, ishte një njeri që shumë njerëz i besonin. Sot Guri i Kamjes është një monument natyror, atraksion turistik dhe vend me vlera historike. Pozicioni i tij strategjik e bëri të rëndësishëm edhe gjatë 2 luftrave botërore. Në fakt, Guri i Kamjes është një nga atraksionet më të vizituara natyrore, pasi është monument natyre, por lidhet edhe me historikun e zonës, po ashtu edhe me natyrën e bukur që ofron. Është një nga vendet strategjike që është përdorur kryesisht në luftën e parë botërore, por edhe në luftën e dytë, madje përmendet në shumë arkiva, sidomos atë franceze, pasi ka qenë një pikë strategjike kontrolluar nga ushtritë e huaja për të dominuar gjithë zonën dhe për të patur një kontroll më të madh. Lidhet me turizmin historik, por edhe me turizmin natyror. Pas 114 vitesh, kjo ngjarje kujton sakrificën e patriotëve të Gorës, Mokrës dhe Oparit. Për vjetorin mbetet simbol krenarie për Pogradecin dhe një dëshmi e historisë kombëtare.